Gjestin është nuk është mendoj kush do jetë finalisti tjetër, sepse Gjesti besoj ka të saluar. Gjesti i katërt ose e katërta? Unë do doja shumë për dinamikat e lojës, për çdo gjë do doja shikoja Ekin në finale, sepse unë mendoj se i ka dhënë shumë e vërtet Big Brother dhe është konsumuar shumë për formatin. Dhe unë uroj që njerëzit ta përkrajnë dhe të japin mundësinë që të jetë pjesë e finales. Besoj do jetë një finale shumë e bukur me Eglin dhe Gjestin brenda të dy. Do doja prap shumë edhe Loredan. Sepse është goxha personazh pozitiv, më pëlqen shumë, ndoshta lidhja dhe fokusi me Jozën e mbajti pak të tërhequr, e bëri shumë vonë futet në lojë, ndikoi ndoshta emocionalisht dhe mendërisht tek Loredana, nuk e kishte fokus në gjithë kohës ke loja. Do më pëlqente shumë dhe Loredana pak, por besoj se mund të jetë Gerta. Mendon që është Gjesti dhe Gerta? Gjesti dhe Gerta mendoj unë. Si do të jetë kjo finale nëse ndodh kështu? Si e parashikon ti? Kush renditet i katërti, i treti, i dyti dhe i pari? I katërti normalisht Gerta i bi, sepse unë nuk më bën sens logjik që jetë Gerta e dyta ose. Pse jo Laerti për shembull të renditet i katërti? Unë personalisht Laertin ku qëndron Laerti dhe Gerta me njëri tjetrin. Po që unë personalisht Laerti nuk e shih në finale të vërtetën. Kështu që për aq kosa në mendjen time nuk ishte as në finale, nuk kam se si e fus në vend të tretë. Kështu që unë shikoj një pod me Gjestin dhe Rozanën, që do jetë shumë i fortë, besoj që do plotësohet nga Gerta vendi i tretë. Dhe ajo ka pas goxha dinamika në shtëpi, ne kemi parë se sa ka luftuar Gerta, themi të vërtetën tashmë.